إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për i falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratat e rregullta të ditëve të shtuna, ku jemi me vargun e veprave dhe punëve të zemrës. Përfunduam në ligjëratën e fundit vargun e veprës mbi frigën e Allahut subhanahu wa taala, çka është friga dhe derisa si i frigoheshin të parët e muslimanëve Allahut subhanahu wa taala. Sonte do të vazhdojmë që të flasim për veprat e zemrës me një vepër të re në këtë varg të veprave, ku do të flasim për një punë, adhurim të zemrës, ndoshta më i theksuari në Kur'an, për të cilin ka thënë Imam Ahmedi se kjo është mbi 90 herë përmendur në Kur'an. Mund të themi se kjo vepër e zemrës është një lloj strumbullari apo një lloj mbajtësi i këtë veprave të tjera, përveç të sinqeritetit, sikur që kemi përmendur se sinqeriteti është njëra nga meanat e tauhidit dhe imanit në Allahun subhanahu wa taala. Ne do të shohim se kjo vepër është njëra ndër veprave, sikur të bie kjo, të tjerat nuk kanë mana apo nuk mund të mbahen. Cila është ajo? Ajo është durimi, sabri. Pra njeriu vëllezër duhet të dinë se s'ka mundësi mi qëndru kur gjanë këtë dunia nëse nuk ban sabër, nëse nuk ban durim. Andaj do të shohim në lejnë Allahu subhanahu wa taala një varg ajetesh, një varg hadithësh nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fjalë të dietarëve të muslimanëve, duke filluar nga sahabët e tabiinët, tabiinët e kështu me radhë, se gjithmonë kur janë pyet për jetën, për imanin, për tauhidin, për islamin, ata kanë fol për sabrin, ata kanë fol për durimin. Andaj gjëja më e çuditshme tek njeriu vëllazër është durimi, sabri dhe motivet për të gjetë apo nxitjet për të gjetë që të bëjmë sabër janë gjërat më të nevojshme në jetën e kësaj bote, e sidomos në jetën e axheles dhe dinamikës që na jetojna. Andaj do të fillojmë sot me lejen Allahu te bareke ve teala që të bëjmë një hyrje për veprën edhe punën e zemrës, e cila ka të bëjë me durimin, me sabrin. Dhe ne kemi folur gjithmonë se kur ti përmendim gjërat sheriatike, është mirë barëm titujt apo gjërat kryesore të mësohen që ashtu siç kanë ardhur në Kur'an. Andaj edhe na alhamdulillah në popullin ton përdoret fjala sabër. Përdoret fjala sabër, andaj bile shumë prej njerëzve edhe nuk e përdorin fjalën durim, po thonë sabër, e kështu me radhë e përdorin që ashtu siç ka ardhur në Kur'an, dhe kjo është prej të mirave të terminologjive. Para se të futemi vëllezër tek sabri, çka është sabri? Çka do të thonë në gjuhën e Kur'anit sabër? Cilat janë manat e sabrit, çfarë lloje të durimeve dhe sabreve kemi? Ne do të hyjmë me një tefsir të një ajeti kuranor, i cili do të na çelë dritarën se sa është i nevojshëm mësimi i sabrit dhe cilësimi i njeriu me sabër. Madje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar me sabër edhe Rabbul Alaminin, Zotin e botrave. Dhe ka thënë alayhi salatu wassalam, do të vim hadithet se ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelala është më shumë ti që bën sabër. Se sabri është një lloj pritje. Kur ti të veprohet diçka dhe ti nuk e vepron. Por shembull Allahu subhanahu wa taala nuk e ngut dënimin e qafirit, nuk e ngut dënimin e mëkatarit, nuk e ngut dënimin e atij të cilin me paskon dorën tonë mos e kishë dënuar. Por Allahu subhanahu wa taala është sabrli. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahut i përshkruajnë vlat, edhe Allahu bën sabër. Shiko sa njeri e përshkruan Zotin me tmeta, e përshkruan Zotin me cilësi të liga, që për vetë si pranon e për Zotin i pranon, megjithatë Allahu xha nuk i dënon dhe i lën me jetun në jetën e kësaj bote. Kush do të më përcjell vëzër në surën Al-Balad, surja e cila Allahu subhanahu wa taala ka filluar me çfarë? E ka filluar me betim në vendin e shenjtë, në qabën e nderuar, e cila është shtëpia e Zotit te bareke ve teala. Në surën Al-Balad thot Allahu te bareke ve teala, laqad khalaqna al-insana fi kabadin. E kemi krijuar
insanin në kebed. Ajeti 4. Ajeti i 4. Kebed, do ta shohim tash çka është nga fjalët e Ibn Abbasit, Mujahidit të tjerë prej dietarëve të muslimanëve. Mirë po vëllezër, kebed çka është? Mëlçi. Ama këto është për qëllim diçka tjetër. Do ta shohim me lenin Allahu subhanahu wa taala. Thot Imam Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmed ibn Abi Bakr ibn Farah Al-Ansari Al-Khazraji Shamsuddin Al-Qurtubi, cili ka ndruar jetë në vitin 671 të Hijrit, në tefsirin e njohur të tina El Jamiu li Ahkam al-Quran, thot në tefsirin e kësaj fjale të Zotit te bareke ve teala, thot fjala Allahu subhanahu wa taala e kemi krijuar insanin në kebed. Kebed çka është? Thot Allahu subhanahu wa taala betohet para këtyre ajetit, fala uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad wa walidin wa ma walad. Allah do të betohen në këtë vend të shenjtë ku je ti, në Qabe. E pastaj betohet edhe në evladin edhe prindin e kështu me radhë. Insanin e kemi kriju në kebed, në vështirësi, në vuajtje. Dhe do shohim. Thot Imam Al-Qurtubi, thot wal insanu ha huna ibnu Adam. Insani në këtë ajet është biri i Ademit. Biri i Ademit është për qëllim në këtë ajet. Thot fjala Zotit te bareke ve teala e kemi krijuar insanin në kebet, pra në vështirësi dhe mundim. Vini re, në vështirësi dhe në mundim dhe në përpjekje të mundimshme të kësaj bote. Kjo është vëllezër një hyrje që duhet ta kuptojnë mirë. Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar insanin pin fillim në vështirësi. Thot njeriu vuan në këtë dunja. Pastaj ka thënë, baza e fjalës kebit është ashpërsia dhe ngurtësia. Kur dish është ghalidh, e trash dhe e fortë dhe ngjizur mirë, thot i thojnë kebit. Andaj i thojnë edhe kur qumshti të trashët, i thojnë kebit, i shtedde wa ghaludha wa khathara. Dhe njëjtë është edhe pjesa e njeriu të cila është përgjithse për një varg punësh kur të ushqehet njeriu, ajo është mëlçia. Arabët i thonë kebid. Arabët i thonë kebid. Thot, mu për këtë arsye është e mërtuar edhe mëlçia me këtë emër në gjuhën e arabëve, për shkak se ka qenë gjak dhe pastaj është trash. Dhe mund ta shikoni nëpër internet se si duket mushkria. Mëlçia. Thot, i thonë arabët kabetul amra e qasaitu shiddatahu. Thonë arabët kabetu, pra e ka bo këtë vepër kur një vepër të vështirë e ka përjetue, kur e ka vujt çështjen, e ka ndjedh dhimbtën e një çështje. Ka thonë Ibn Abbasi dhe Hasan al-Basriu rahimahumallahu taala, thot fjala Allahu xhela xhelalu e kemi krijuar njeriu në kebet, pra e kemi krijuar në lodhje dhe vështirësi. Allah e ka bërë ligj këtë vëllezër. Dhe kjo do të na duhet shumë për ta kuptuar thelbin, apo kjo krye fjala. Kjo krye fjala. Insani është krye fjala. Sabri për kanë ka më mësu për insanin. Andaj mirë është ta kuptojmë vëllezër se cila është natyra e kësaj bote, cila është natyra e njeriu në raport me këtë botë, që pastaj ta kuptojmë se pa e lidh me sabër, krejt çështjet prishën. Thotim Ibn Abbasi, fjala Allahu xhela xhelalu laqad khalaqna al-insana fi kabadin, është për qëllim, ka thënë ai fi shiddatin wa nasab. Pra e kemi lodh insanin. Pra sa do ta shpjegoj Imam Qurtubi edhe me detale më të shumta. Pastaj ka ardhur gjithashtu një transmetim tjetër nga Ibn Abbas radhiyallahu an, se ka thënë fjalë Allahu xhela xhelalu e kemi krijuar insanin në kebet, është për qëllim në vështirësi të shtatzanisë. Pastaj vështirësi të lindjes, kur e lind nana e vet. Pastaj vështirësia e gjithënjes, pastaj vështirësia e daljes së dhëmbëve, e pastaj prej halleve të tjera të vështira. Pra dhe njeriu pisi vjen në dunja, vuan nana e vet, ka vujt ajo që atë ka lind tyje. Pastaj ka vujt të majt, ka vujt të lind. Pastaj ka vujt duke të lanë, duke dhënë gjë. Pastaj do të tashojmë se ka vujt kur ta ka hek gjinin. Pastaj ka vujt derisa të ka ndal dhamt. Se ti të dhimbë dhamt, edhe asaj kanë dhimbë dhamt nga dhimbta jote, se ti po e shijon këtë dhimbë. Ka thënë Ibn Abbas edhe të tjera nga vuajtjet e njeriu. Gjithashtu ka thënë Ikrimeja,
Ka thënë fjalë Allahu xhelle xhelalu laqad khalaqna al-insana fi kabid, thot është për qëllim muntasiban fi batni ummihi. E vetëmja krijesë që Allahu subhanahu wa taala e lën me nejt, sikur tu ke nejt në kam, a që është në shtatzani në barkën e nanës, është insani. Krejt kafshët janë në shtatzani të përmbysta përveç njeriut. Njeriu rrisi mu kanë aty në shtëpi vet. Dhe kjo është e dëshmuar sot me kamera të ndryshme se si funksionon kjo mesele. Gjithashtu ka ardhur, thot Imam Qurtubi rahimahullahu taala, thot fa hadha imtinanun alayhi fil khalqa. Thot kjo është vlerë për insanin që e ka kriju dhe e rrin në barkun e nanës vet, sikur më kanë kam. Dhe ti e shef lëvizjen e insanit mrena barkut të nanës së vet, është sikur duke e përjetu jetën, sikur duke e shiju jetën. Thot dhe Allahu xhelle xhelalu asnjën nga gjallësat përveç birit të Ademit nuk e ka bërë në këtë formë. Andaj thot se kur lind njeriu, ka thënë Ibn Kaysani, ka thënë kur lind njeriu, i jep Allahu xhelle xhelaluhu leje që ta rrotullon kokën e vet nga çfarë? Nga këmbët e nanës vet. Pra kur del njeriu del me krye. Dhe kjo është vëllezër këtë prej nderit që ja ka bëu Allahu subhanahu wa taala insanit. Dhe kjo për nanën është vujtje. Thot Hasan al-Basri rahimahullahu taala, thot wa laqad khalaqna al-insana fi kabid, e kemi krijuar insanin në vështirësi. Thot Hasan al-Basri, lodhet insanin dunya do të lodhet në ahiret. Lodhet insanin dunya do të lodhet edhe në ahiret. Nëse si shkel vëllezër insanit kama në xhenet, nuk i ndalen vujtjet pisi ka dal për nanës vet, për barkit vet. Allah na bëj fi xhenet livi ya rabbal alamin. Nëse nuk hin njëri në xhenet, vujtjet kanë nis këtu, nuk përfundojnë më. Nuk përfundojnë. Do ta shohim pastaj një detaj edhe më shumë të ta sjell Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Thot gjithashtu ka ardhur nga Hasan al-Basri se ka thënë, lodhet njeriu duke falendëruar kur ka të mira, dhe lodhet duke bë sabër kur ka të vështira. Nëse njeriu vëzë ka pasuni, a më në me thonë ki ka pasuri edhe është rahat. Jo, e lodh në të i lip, e lodhin njës të i lip, e lodhin kërkesat, atë lodh. Gjithashtu edhe kur ka fukarallëk, edhe aj lodhet. Thot, nga se aj, pra insani, s'ka mundësi me dal nga dy gjendjet, ose me kamje, ose me skamje. Kur ka lodhet të dhanë, kur s'ka lodhet të e duru skamjen. Gjithashtu ka ardhur e njëjta edhe nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma. Gjithashtu thot Yemani, thot s'ka krijuar Zoti krijes si insani që vuan me vujtjet e tij. S'ka si insani që vuan. Nuk a keni pa për shembull të kajt kafsha apo të vujt. Ja, krejt që ka vuan janë njerëzit. Krejt që ka kajnë janë njerëzit. Krejt që ka kanë lodhe janë njerëzit. Qase kështu e ka kriju Allahu subhanahu wa taala, me gjithë se është krijesa më e zaift. Shumë është interesante zot kjo. Njeriu për shembull i ka 60 kg, lopa i ka 700 kg, ama ki 60 kg mitë të kajt. Ki ti shkruan 700 kg libra me vujtjen to, e 700 llafet i thot për vujtje, lopa i ka 700 kg, asnjë herë s'e shpreh në vujtje. Çto ka kriju Allahu subhanahu wa taala, megjithëse e ka shumë të dopt krimin. Thot Imam Qurtubiu, kanë thënë dietarët e tonë, pra tash rezumeja këtë kësajna, ti him prej fillim. Thot, njeriu prej se i kputët kërthinza vun. Njerë tham, është vujtja e nanës shtatzani, pastaj është bartja, pastaj është lindja, tani këvim, me ta kput kërthizën. Gjatë daljes vun nana, pastaj vujtja e pare jotja e nis prej kur kputët kërthiza. Pastaj thot, idha kumita qimatan, pastaj vun njeriu me kur vendoset në pelena. Apo, kur t'i vnujnë ato leckat, pelenat. Dhe kjo është insani e vëllezër. Një ditë ka jetu në pelena, sot bëhet faraon. A e mama na ditë kur i ka? Thuj nanës tanës se si tyri shka në i foto, ama ka zënë një foto me pelena. Bara me ta thi pak kibrin. Shiko, Allah të do, laqad khalaqna al-insana fi kabad, e kemi kriju insanin lodhje. Atë kujtohet kur e kam pelena, e sot po shet men ala. Por këta si vëllezër insani është shumë i çuditshëm. Allah na fal të gjithë ya rabbal alamin. Thot, wa shudda ribatan, thot dhe ja lidhin mirë pelenin, ha?
Pse I lidhet mirë peleni? Hajdeni, Zoti ju nderoj. Që mos I del nevoja. Që kjo insani, që mos I del nevoja. E ka kriju Allahu xhala me vështirësi. Thot Imam Qurtubiu, yukabidu ad-diqa wat-ta'ab. Lodhët njeriu duke kalu këtë periudhë. Lodhët njeriu duke kalu këtë periudhë. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja kemi përmend, kur e përmend gjendjen e foshnjës dhe kohën e pelenave, çka thot? Thot, dhe prej urtësisë së Zotit xhelle xhelalu është se në kohën e pelenave ja merr njerit trunin. Se me bëmë jalon edhe trunin, a mund që para minutin vakt pelenave, mi pas që të menë sa I kisot. A mund që para minut. Një vjetë, kër I ke pas, që jo kohë e pelenave. Mi pas sot menë të sotit ti. Trunin e sotit, vetin e sotit. Këneje I dopt, këneti nojnë pelenat, këneti I të kuptuet, dven siklet I madhë. Allahu shfar ka po për rahmetit, ta ka hek menën, që të mirën atë të qerë me pelenat e tua. Rabbul Alamin çdo sene ka vendosur në vendin e vet. Thot Imam Qurtubiu rahimahullahu taala, thumma yukabidu al-irtida. Pastaj lodhet insani të vujt për gjinin e nanës. Apo, çish e di nana sa ti u pi gjin e vladit, tu kajt, vun, kan, edhe pastaj I vjen çumshti. Thot, dhe sikur ti hum tek një kohë periudhë, gjini vdes. Vdes dhe ka rast e plot, që se ka një fëmijë tu ka tek. Pastaj thot, thumma yukabidu nabta asnanihi. Pastaj vun periudhën kur do të mi dal dhamt. Keni pa dhamt kur dal hip temperatura etj. Pastaj vun. Thot, pastaj thot vun duke e formulu gjuhën e vet. Ai po gëzomi e thani laf, elhamdulillah. Me zise b a m derisa ti thush apo e kjo ka vujt dikush të ka durue të fol palidhje se çka shikon vitet kjo vujtje apo keni pas shqetëson prindi nëse zgjatet pak për shembull periudha që s'flet e vladi minjar shkon në doktor te hoxha apo s'po vole vladi vun thot Imam Qurtubiu pastaj vuan kur ta ndaje pigjinit vujtje e reja vujtje ti dhon gjin vujtje kur të vjen periudha me largu pigjinit thot e pastaj bëhet kputja prej gjinit më e rëndë se gjini vet. Apo thot Imam Qurtubiu, pastaj vuan kur të bëhet sinet. Vuan mashkulli, se duhet me bëhet sinet, pi I vogël. Pastaj vuan me dhimbje dhe mërzia, të cilat ja cakton Allahu subhanahu wa taala në periudhën e formimit në veçli. E para prej tyre, duhet me shku në shkollë dhe te hoxha me mësue. Shkëvëzër insani, sa të dalë në dunja kret me vujtje, me dhim të janis sa të janis e pak me dit apo, shash me thonë, se ura ato jo kime shku në shkollë jo kime mësue min një herë janë ngarkojmë janë ngarkojmë hoxën edhe djetarin për mikrije thot, pasaj duhet të aduron autoritetin e hoxës dhe fjallën e ti dhe atë edukatorin I cili e ka morë për sipër për ta eduku dhe për ta brumos që duhet. Pastaj ustadhin dhe hejbetin e ti, respektin e ti. Pastaj tamam të kaloj një periudhë dhe fillon mosha e martesës, fillon me vujt për vajza. Mashti mu për vajza dhe vajza vun për mashkull. Thot, pastaj fillon me ndu qish mu martue. A ka do një periudhë që du vëzër që njeri s'ka vujtje? Ja kitë me vujtja. Kjo është urtësia e Zotit te bareke ve teala. Pastaj thot kur e gjen vajzën dhe don e gjen mundsinë mu martu, thot don me shpejtu këtë. Hajde më shpejt thot baba, hajde më, se s'm po priti. Hajde martom. Thot Imam Qurtubiu, pastaj martohet dhe e shijon vujtjen e martesës. I ban darsë me knaqet e kesha, më thon, ama jo bashkështu nga krejt. E ti e shë përshim më dhondri nesrit nuk ka bash I gëzushëm, që ndodhe be, nuk e diti. Nuk e di qëfar dhim të ka pas, nuk e di qëfar vujtje ka pas. Tashin me kuptu gruja me të kuptu tije, të lashe. Thot Imam Qurtubiu rahimahullahu taala, shikove zë këtë këpini ajetit. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. E kemi krijuar njeriun në kabad. Thot, pastaj, pasit martohet dhe e vuan martesën, I vjen e vladi. Tash e ka periudhën me e vujt me e vlad. Gajle e re. Ale me e rujt e vladin tash.
I kalove pelenat e tua, tash pelenat e evladit. Nuk ka më dal për vujtjeve. Kështu e ka kriju Allahu subhanahu wa taala insanin. Thot, pastaj vuan për çfarë? Pastaj vuan për ta ble dhe ndërtu një shpi. Se thot, u bona ashta shushtova, s'mu i menet bërë që këtë shpi. Vujtje e re. I thot, për shembull, babës du të mu gjanue, du të duhet një shpi mu në veti, e tjerë. Thot, shughlu duri ve bina il kusuri. Pastaj vuan për me ndërtu shpi, e për me ngrejt ngrehina. Pastaj, thot, i rritën e vladët, e tash hin në vuajtjen e pleqëris. Andaj insani vëzër, dhe du të ta kuptojnë, du të vinë pastaj, se mës me kanë sabri vëzër. Ki që të s'kanë ma ana. A ma ti dhu, ka dalë sabër, ka diqka, ka një ma ana, ka një urtësip se Zoti kalon qështu. Thot, pastaj fillon periudha e vyshkes, ku njerëzit mo ku të shohin, veç se s'thojnë me fjal, po thojnë me hal, hajtë inshallah mo liroj e tokës, e morin qafë këtë familjen. Shiko vëzër insani, pim pelena, vjen në atë periudhë, krejt vet i ka ndërtue, shpijen e ka ndërtue, e vlatë të vet, nipat të vet, krejt ato ja dëshirojnë kur të vyshkës dhe zvinë më për kur gja. I keni pa njëzve 80-90 vjetë? A është njësoj me dek një 10 vjeqarë dhe një 80 vjeqarë? Ja, mërzitën e për 80 vjeqarin, për 10 vjeqarin adhim të më e madhe. Ato për 80 që ka thojnë, me një farforme, a i mërzitët, po me farforme, thot, edhe u liru. Thot, Imam Kurtubiu, thot, wa dha'fa ar-rukba wal qadam fi masa'ib yakthuru ti'daduha. Thot, pastaj fillojnë vujtjet e trupit. Jo po më dhem shpina, jo po më dhem kama, jo një farë promaje po më rok, e jo krija, jo kur vjen e dimni, diqish me këtë vaktin e dimnit së më bëbona rahat, me këtë pranverës kur faras veras në ton as keton, kjo vera shumë e nxet, kjo pranvera, kjo vjeshta kujdi se di njeri ashi, a e gini pa njët si shflasin, as një vak si për shtatët, ku me të quë, vera shumë e nxet, dimni, unë grinëm, apo, ta qënë zoti pranverë, si dibe një farvakti as në ton as keton, vjeshta as në ton as keton, thot, fillojnë dhimbtat e trupit. E shoh njërin do ankue. E do të vim dhe se Allahu ka zbrit shëriat me në mësu mos mu ankue. Mos mu anksu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot Allahu subhanahu wa taala, biri Ademit e shan kohën. E shan kohën. E kush e ka lënë kohën o vëllezër? Kush e ka bë kohën? A nuk është Zoti i Madh te bareke ve teala? E realisht në tërdhorazi e shonë Allahu subhanahu wa taala. Thot Imam Kurtubiu, thot, dhe në një grumbull të madh musibetesh dhe vuajtjet për njeriut, nëse do t'i përmendim një pas një, do të bëhej lista e gjatë. Thot, dhe gjërat të tjera, të cilat janë të gjata për t'u përmendur, si për shembull, dhimbja e kokës, e dhimbja e dhëmbëve, e dhimbja e syve, e galja e borxhit. Sa njeri për shembull martohet, e rregullon një shtëpi, po së një ka dal, ka morë borç, edhe një 10 vjet, 20 qet të ja dhan të e mbrik, kitë të vujtje në vëllezër. Thot Imam Kurtubiu. Pastaj, thot e shef se herë ankohet nga dhami, e herë ankohet nga veshi, thot pastaj ankohet nga sprovat e mbledhjes së pasurisë. Që ta qili që të një biznes, për shka? Për me mbledh pare. Pastaj thot, e shef se si ka mundësi në gjatë jetës së tina me vujt gjërat të ndryshme. Sikur për shembull, thot sikur për shembull se ati nuk i kalon një ditë vetëm se do ta kalon një vështirësi. Në po njës thot, që di për në dhe një ditë si që ka kalua me asë një vështirësi. Mësanena, me bom i kalu një 24 orësh, pa asë një shqetsim. Shqetsohet pse kjo ditë ka qështu. Se shumë e qëtishme, sot diqish më ka kalu pa kur gjo. Që ditë të pasaj për që dijes vetë. Thot Imam Kurtubiu rahimahullahu taala, thot e pastaj kur ti kaloje krejt këtë vujtje, fillon mutut pidekës. Hajde tash episod e re. Këtë to i ki ka përci, tash njerëzit thonë ki me vdek, e ki pa thonë një konvor e paske. Një konvor, një analt. Tash frika prej vdekjes. E pastaj i vjen vdekja. A përfundojnë vujtjet? Jo. Pastaj në varr merët në sual. Për këtë këto ditë që ka i ka kalu me vujtje, ki më mund sual. Pyet me leku i Zotit e bare kjo e tjela. Pastaj, daghtat el qabri wa dhulmete,
E pastaj paramendoje vujtjen e shtrëngimit të varrit dhe errësirës së asaj. Shtrëngon varri vëllezër. Lutemi Allahun, Allah të na lejton ya Rabbul Alamin. Pastaj ringjallja përpara Zotit, pastaj paraqitja para Zotit. Kjo kitë me vujtje kam u bë vëllezër. Kjo kitë me vujtje kam u bë. E pastaj llogaria derisa të kryhet, pritje e gjatë. Pritje e gjatë. Thot Imam Kurtubiu, hat ila an yastaqirra bihi al-qarar, derisa të merret qarari për ta, vendimi. Derisa të zoje vend dikun. Imma fil janna, ose futet në fund xhenet, Allah na i bof nasib ya Rabbul Alamin me rahmetin e tina, wa imma fin nar, ose vazhdon me vujt deri pa fundsi në zarr xhenemit. Ç'kjo insani vëllazër? Ç'kjo është insani? Thot Imam Kurtubiu, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Thot Allahu jalla jalla në Kur'an, ne kemi krijuar insanin, shiko, sigur e gjita, hinë vështirësi, hajde. Sigur e shlon, hajde, hinë dunja, hinë vështirësi. Thot, andaj, ky ajet argumenton se krejt këto vujtje që i përmendëm dhe vështirësi që ka i përmendëm, argumentojnë se insanin e ka kriju dikush tjetër, dhe nuk është i kriju më vetë, sepse asë një njeri me mendjet shëndosh nuk do t'i zgjedh të këto vujtje për vetën e vetë. A ka insan që ketë filmin shpejt që ka e përkrum Imam Kurtubiu për insanin që ti një numër të madhe ki ka përcijet asajna? A ka dikush që kishton, po kam qef që shtu mu kanë? Jo. Insani vazhdimisht është përpjekje me dalë për që sajna. Vazhdimisht ta shioj be një dit, be një minut mës të vuj. Ska mundësi. Përveç do ta shohim në hijen e sabrit, në hijen e imanit, në hijen e tauhidit edhe besimit në Allahu subhanahu wa taala. Thot, mu për këtë arsye, disa prej dietarëve kanë thënë, fjalë Allahu subhanahu wa taala, e kemi krijuar insanin në kebet e i jeriul qalb. Dëshira e zemrës e guximshme, shumë dëshira ka. Ghalidhul kebid, mëlçinë ka të fort, ma dha'fi khilqatihi. Megjithse këtë konstruksionin e trupit e ka shumë zaift. Gjithashtu kanë thënë disa prej dietarëve, kanë thënë Ibn Ataja, ka thënë e kemi krijuar insanin në errësirë dhe në jehel. Në errësirë dhe në jehel. Insani vëzër kur del pe barkut nanës vet. Çish del? Vini rekstu. Del viçi pri lopës, Zoti nderoj. Edhe del insani pe barkut nanës. Në momentin e parë, ç'a dallojnë? Vini re, keni mundësimi pa në YouTube. Del viçi pi lopës, del insani prej nanës vet. Gjëja e parë që ka e kërkojnë të dyja, çka janë? Viçi edhe insani, cila? Gjinin e nanës. A din me fol? Asnjani s'di me fol. A din me fol? S'din me fol. A din më shpreh? S'din më shpreh. Çka din? Kur gjë nuk din. Allahu e nxjerr insanin nga barku i nanës vet, la ta'lamuna shay'a. Kur gjë hiç nuk di. Hiç. Drasë e bardh, letër e bardh. E vetëmja që ja ka vendosë Allahu subhanahu wa ta'ala në instiktin e njerit, është ajo që ja ka vendosë në instiktin e shkafshës, që sa dale viçi shkon të qumshti nanës vet, edhe sa dale insani shkon të qumshti nanës vet. A mund është sa dale njerit me i thonë, hajde se kena punë, shkun kena me shkuë. A o normal me mor një foshnje dhe me thonë, hajde me punu me babën, se këto komunistat kanë me rak pin zvëglim, hajde me punu se na duhen pare, ti se ti far kriza. Kanë me rak njerëzit qështu. Mirë po e din që nuk zdej apo. Edhe kjo është problemi vëllezër, ç'ta kuptojmë. Sa ajo që na ka bën insan është çfarë? Akli, menja, imani, sabri. Thot Imam Kurtubiu, ka ardhur nga Imam Tirmidhiu rahimahullahu taala se ka thënë, çka është laqad khalaqna al-insana fi kabad? Ka thënë fjalë Allahu xhelal xhelal, e kemi krijuar insanin në kebet, është se ai mirët me atë çka si takon dhe humba çka i takon. Mirët me atë çka si takon dhe humba çka i takon. Kjo vëzërisht është një hyrje që ta kuptojmë se jeta e kësaj bote vëzër është çfarë? Është vujtje, është dhimbje. Dhe duhet ta kuptojmë si të tillë. Allahu xhelala kur i ka thënë Ademit alayhi salatu wassalam, zbrit për xhenetit, çfarë i ka thënë? Ihbutu minha jami'an, dilni jashtë bi xhenetit. Apo në xhenet çka ju ka thënë? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma.
hini o Adem bashkë me gryën tanë, hini në xhenet. Dhe hani aty pa u lodh, pa mundime, s'ka vujtje atje. Wala taqraba hadhihi shajara, veç kësaj pemë mos ju afroni. Çasa ju kanë afruar, çata e kanë marrë ka dol jashtë. Andaj na kemi zbrit në vendin e vujtjeve, vëllezër. Dhe vujtjet nuk i ndalën insanit. Nuk i ndalën insanit. Dhe na gjejmë vëllezër në botën e njerëzve. Ka mundësi është milioner, konop, vritet. Ka mundësi është miliarder, është mërzitshëm. Apo, ti për shembull dëgjoni, mi dëgjoj ju miliarderët që flasin. Po duhet me kriju mekanizme për botën edhe organizime këtë më radh që ta sigurojmë edhe më tepër sa i tutët. A më njeh dikush njëri tutën? A më njeh njëri tutën? Mu për këtë arsye vëllezër, duhet ta kuptojmë se sabri dhe durimi, për të se do flasim me lenin Allahu te bareke ve teala, është i vetmi strumbullar, është e vetmja mana e cila i jep insanit kuptim pse duhet me jetu në këtë dunja. Nëse thot dikush para se tim, nëse thot dikush, pse duhet insani mi duru këtë që të vujtje? Pim barknanës deri në vorr. Pse? Me fjalë të tjera, a i vjen si cili dënjarë me thana diçka të këcaj në konop? I vjen. Çka e ban me ik? Çka e ban me ik? Janë munirat ndryshme. Besimtare ka besimin, haram ja ka bo Zoti Gjelle Gjelalu. Mirë, pse e ka citu Allahu që i zban me vra vetën, s'ban me mit vetën? Se e di që i mundet me të ardhër të kjo, nga vujtjet e shumëta. Apo, është haram. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ai çka e vret vetën e vet, dënohet në xhenem me të njëjtin alet çka e ka vra vetën. Gjithmonë. Pse e ka thonë këta? Që ti mos me shku në ndërmend me bo këtë punë. Kjo elementi fetar që të ndalë Allahu Gjelle Gjelalu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithet e veta. Mirë, njëri se ka këtë pjesë, pa e supozojmë njëri s'ka lidhje me fe. A ti kur t'i vene ngusht, edhe thot ati shka, klirona për kësaj, këtë të vujtje, edhe pa e drejtoj vetë vetën. Dalë të mytna. Qka bojnë vëzër? Ju kanë kriju shumë Arktimet të shumëta, lojat të shumëta, kajkat të shumëta, leverlëkat të shumëta, degenerimet të shumëta. Kretë për çka bojnë vëzër? Për ta hutu insanin nga kjo. Për ndryshe, s'kanë mundësi mi diru presionit dënjas ata. Dënjaja është presion, vëzër. Dënjaja është presion. U për këtë arsye vëzër, Allahu subhanahu wa taala gjatë vuajtjeve që i kanë përsu apo i kanë ndje pejgambert e Zotit, Allah na ka dhënë në Kur'an çish i kanë ndihmuar atë. Pse ka thënë që Allah i ka ndihmuar? Se vujtja ka shumë e madhe vëzër. Vujtja ka shumë e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mrinë në nivel të vujtjes sa? A e dini? Wala'allaka bakhi'un nafsak. I ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ka mri vullumi. Edhe vullumi kur është lënë? Ka mri vullumi i dhimbjes tane, e vujtjes tane o Muhammed, edhe pak e mit vetën. La'allaka bakhi'un nafsak. Shkëllëse çfarë shpërprej kuranore. O Muhammed, alayhis salam, ki me mit vetën. Nalu, ki me mit vetën. Pse ki me mit vetën? Nga vujtja që pse s'po bëhen musliman. Ka vujt Muhammed alayhis salam, ka vujt. Andaj kur ka shku te Waraqat ibn Nawfal, i cili ka qenë djali i Haxhës Hatixhës radhiyallahu anha, se e ka marr Hatixha ka qute djali i Haxhës vet, i cili e kom prej arabëve e u bë krishter. Edhe ka lexuar Injilin. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë ki ringjallët ummet me vetë në xhenet me len Allahu te bareke ve teala. Kur kanë bëu muhabet dhe ka kallzuar çka po shet, çka po thua, kur e ka kallzuar, ka thonë kjo është shpallja. Ti je pejgamber. Ai s'ka pa mirë, kon shumë plak. Djali i Haxhës Hatixhës radhiyallahu anha, edhe i ka thonë: "Oj mirë jone me paskon në vitet e rinis, e të ndihmoj, e të ri krah. So ti pejgamber, unë të bëna ty e ndihmës." Ka thonë: "Atë moment kur kanë me të përzan populli jot, kanë me të përzan." I ka thonë pejgamberi alayhis salam: "E pse më mbërzan? Awa mukhrijie, pse më mbërzan?" Shikoj vëzër, vujtja kjo munimo. Vujtja pikëllim. Awa mukhrijie, e pse më mbërzan ato që kanë bënë me përzan? I ka thonë: "Po, Waraq, po. Sepse krejt ka vinë me këtë thirrje, me këtë tauhid, me këtë iman Zotit Gjelle Gjelalu, me parimin e drejtësisë, ti e do drejtën, ato janë të shtremt. I shtremt i kur t'i vjen ai drejta, ai ka di mundësi, ja me pranu drejtën, ja me hek këtë çka thirr për drejtësi.
edhe me çujt shrem të drejt. Ka thonë po, se këtë që kanë ardhur me qëta e kanë përzon. Dhe ka ndodhur që ka thonë Waraka. Mas 13 viteve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përzojnë me kelit. Edhe deri ditë Kiametit dihet që e kanë përzon se vorën e kanë Medinë alayhi salatu wasalam. Këtë vëllezër janë vujtje me çka shërohen. Me çka i shëron ai që s'ka besim. Me çka i shëron ku janë ato momentet dakik. Me çka i shëron ti mos me kanë Allahu subhanahu wa taala. Mos më kanë që gjithçka, pse na ka mësuar neve Kur'ani, krejt janë dorën e Allahut. Çdo gjest bie me izin e Allahut. Çdo sen çka ndodh ti, i ka thënë Ibn Abbasit. Para më kanë qenë i vogël. Ja gulam, i vogël ka qenë Ibn Abbasi. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ta dish se këtë dunjaja mu mbledh me të bëj hajër, pa ta shkruajt Allahu zbat. Këtë dunjaja mu të mbledh me të bëj sharr, pa ta shkruajt Allahu zbat. Kjo vëzër, që kjo është ajo lidhësja, ajo litari që ka të ma ka dale. Se shumë val ka, val, turbulenca të mloja. Shikoj, a përshkujtëm pisit linde dërsa të dhese. Turbulencë, vazhdimisht turbulencë. Apo? E tani vëzër, qësh mi kalu që këtë qëto? Insani kalon në hijen e imanit. Andaj shumë prej atharve, transmetimeve nga pejgamberi alayhi salatu wassalam e nga sahabët kanë ardhur se sabri o gjimsa imanit, gjysëm. Nëse e dani imanin gjysëm, sabri ajo baza. Hekja sabrin, ketbe, kretbje. Andaj duhet të mësojmë sabri shumë vëllezër. Jo për të mësuar teori, për të kalit me sabër, për të bërë sabrin pjesë të vetvetes tale. Për këtë arsye vëllezër, insani kalon shumë në për gjëra të ndryshme. Prej tëre i ka përmendur Ibn Qayyim el-Juzeyri ka një libër të shkruar për premtimin e sabërlive, është edhe përkthyer në gjuhën shqipe. Pastaj ka përmendur aty edhe gjëra të ndryshme që i vun insani. Për shembull, prej tëre ka thonë përveç vujtjeve, çka i përshkruam apo detaj. Ka thonë shtoja kësaj tash dëshirat për të arrit. Do njeri prestigjë, do njeri nam, do njeri shkollë, do njeri arritje. Apo, këtë të vëzër bëhen me munim. A ka mundësi njeri me kry shkollën pa munim? A ka mundësi njeri me mësu librin e Allahut për menç pa munim? A ka mundësi njeri mu falë pa mundim? A ka mundësi njeri me arrit diçka, çfarë do arritje pa mundim? S'ka mundësi. Apo, andaj Sheikhul Islam Udhaimi rahimahullah kur flet për tregtarët të cilët fitojnë parë, apo edhe për shembull kur ka dash me i fladit besimtar që mos i lakmoni ju shumë tregtar që kanë parë. Çish ja ka shpjegu, çish ka rehatu këto që s'kan tregti, ka thonë po mos i lakmoni ju shumë, se ju me di dozën e mundimit çka e kanë ata dhe sabrit çka e bajnë gjatë rrugëve të cilat ato do të me hinj aty për me emrue, për me ardhur te parja, ti kur ti menosh këtë ato rrugë, o ato alhamdulillah pije këtë kafe e mira puna. Ti po, marrë për shembull ti në njëri shkon drejt në kin. Që du të me gjetë njeri, agente, ata, e këta e pasani me siguru mallin, e du të me siguru ajo shka shitet këto e me siguru atje ma lirë që këtu me shqit ma shtrejt, e pasaj me pru, e këtu gajlet e dogana, a e ka njerin, a se ka njerin, se këtu të me njeri funksionon, së funksionon pa njeri. E du të me gjetë njerin, e pasaj, mos me të prish mallin rrugës. O dhe zërë, e du të me nejtë 10 orë në aeroplan, apo, a e 10 orë në aeroplan, vetja të shka shkojnë, zemrat, livrit keq, falla po, që se 10 saat me nava. Apo, 10 në tonë, 10 këton. Por në fund, ti mi a gjelëzu Mercedesin. Zban mi a gjelëzu, sa i që ka ek për Mercedes. Apo, për ata shka punën me halal. Po dhe ata shka punën me haram, zban mi gjelëzu. Zban mi gjelëzu. Se ti me ditë sa gjenemi i bon të hazër atina, a i hecë mbi gjenem. A i shka ha parë bi haram, a i hecë mbi gjenem. Për këtë asyjo, sabri dhe durimi është ajo që ka jep kuptim këtë këtyre vujtjeve. A nuk ka insan që zvun. Po na nuk e shovna se vujtja këtu mrena. Ka mundësi me qesh, po vujtjën e ki mrena. Për këtë asyje duhet të flasim për këtë çështje. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri në librin e tij Iddetu Sabirin, thot fa sabru khuluqun fadil min akhlaqi an-nafs. Thot sabri, thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, sabri, ne do dhim detale tjera të shkallat e sabrit, do të flasim pak më gjatë, do të kisha kërku pak më shumë sabër të vepra e sabrit, që ta dëshmojmë edhe teori edhe praktik. Apo, mos i kishini sahatat, mos i kishini telefonat, nga hadithe, nga ajete, që të mundohesh me e kalit veten me sabër. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, thot, sabri është karakter i insanit.
prej karaktereve të shpirtit të tij, prej karaktereve të virtytshme me vlerë, s'ka diçka më të mirë se sabri, vëllezër. E i cili karakter insanin e ban që ta pengon vetveten nga veprat që s'duhet mi bën. Çka dallon vëllezër njëri i cili do me bo zina dhe s'do me bo zina? Çka e nal? Sabër. Ibn Qayyim el-Juzeyy kur flet për zinajën, apo në fund atje, në fund kur e bën i fjalë, thot, dhe nëse e tjerim këtë muhabet, zinaqari hin xhenem për 2 gram ujë. Për 2 gram ujë. Për 2 gram ujë me nxjerr e fiton mallkimin e Zotit. E këto 2 gram ujë, vëllezër, me shka i pengon ti për, ka thënë me sabër. Sabru sa. Do të me një sahat, ka thonë, këtë dunjoja një sahat. Këtë dunjoja një sahat. Apo? Do që ka thot? Thot, sabri është virtyt i vlefshëm i njeriut, i cili e pengon nal nga bërja e asaj që s'du të me bon. Sabër. Pastaj ka thonë, dhe e pengon nga ajo e cila s'është e hishme me e bo. Se ka sabër pi farzit. Ti ban sabër për me kry farzin, ban sabër mos me bo haramit. Po për shembull ti ban sabër dhe mos me bo gjërat pa hishme. Por në kënaqësi nuk ka haram, po s'ban me bo, sa mirë me bo. Pastaj thot, dhe ky lloj i karakterit është fuqia e nefsit. Kuvati i nefsit. Allah ja ka dhënë njerit kuvetin, fuqinë e nefsit. Me të cilin kuvet e rregullon çështjen njerëzore. Mja hek njerit sabrin në vëllezër. Bene kështu. Njeri ka epsh. Bene kështu. Njeri ka epsh. Edhe supozoj ja ka hek sabrin. Ha? Portretizojnë në mënyrë fizike. Ja ka hek sabrin. Merë kerrin. Para me no kerrit, mi alan veç gazin, mi a hek frenën. Ka dal njani në uve, me kerr. Gaz mundet mi dhanë, s'ka frenë. Ha? Edhe i del dikush për para. Këtë të me dalë bin gjam hik, se s'kam frena. Shkeli unë, s'kam frena. Hik lërgojo. Insani ka epsh. Apo, mës me konë sabri, freni, imani. Qka ban? Esha një gruje. O, ato du në edu këta. Ka dale, oti, ka dale. Që sa në jodja kjo? Që kjo ka dale sa në jodja, qka? Sabr, frenojo, sa në jodja kjo? Se ki këta gruje. Pik 8 miliard njerëzve, ndaj, bura, gra, ti Allah dhe ki veç grën tane. Ti Allah dhe ki veç grën tane. Këtë tjera të ramë për ti jenë. Qka e ban që kjo vëzër më kontrolu? Sabri. A dhe do të vim vëzër, do të vim detale. Se thot Ibn Qayyim el-Juzeyy në fund, mja hek njerit sabrin, mja hek njerit sabrin. A dash, për ta kuptuar, se duhet me portretizu që ta dish. Hekja frenën, komplet hekja frenën. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, e jetë një kafshë egër. Kafshë egër. Parët 100.000, 1.000 janë. Duqanit 1.000 janë. Tenderat 1.000 janë. Gratë 1.000 janë, këtë 1.000 janë, apo? Këtë vetat janë, këtë ati pëse? S'ka frena. A ke pa kur shkon ti me regjistru kerin, edhe me kontrolu e mënyrë teknike? Apo, pa e kalu teknikën, s'ka mundësi me mri dërte marja e licencës për me drejtu kerin. A keni pa teknika, ata kontrolon gazin a frenin? Frenin. Kur shkojsh ti me shti ati teknik, shti në kene, thotë? Qka kontrolon dhaj? Thot na takshir me adim me frenue. A mundet me thonë për shumë e thotë, ja, nuk mëna me të regjistru kerin se nuk shoj ka 320. Nuk mundet, s'ka kështu teknik. Ama mës me të prenu frenat, thotë, shko drejtoj frenat, si dush me të adhonë licenca, regjistrimin. Pse bëhet kjo dhe zërë? Se atyre ju intereson ti mës të bëj shërë, mës të ashkeq dikan, jo sa të shkon keri tyje. Për këtë asju dhe zërë, edhe të insani, neve në intereson sa ka sabër, jo sa ka aj dëshira. Dëshirat, të këti kanë dëshirat. Apo, cëllis do me inxenet, dhe zërë? Cëllis do me inxenet? Cëllë njëri s'ka qef me inxenet? Apo, vetën një njëri shka s'beson iq, qafir. Edhe përshkuj, një ven, i pastër, i mirë, me shpijat mdoja, me margaritar, me diamant, me grash, mrena, me haje, me pije, pa vdekje, pa munim, me lumej. Shka thot? Po, kishe, vëllam, shumë mirë kanë atot. Ahina, po, Allahu gjallat, o ejtër li ledhine, kjo abo hazër për besimtarët, sabërlit, innema ju effe, sabirune, sabërlit, ja, për da qëta. Ti ki dash edhe këtu dhe atje, s'ka mundësi.
Andaj vëzër, o shumë me rëndësi, me vlerë që ne të furnizohemi me sabër. Krejt sherrët ban pi frenit, me pas frenin e sabrit ta, s'kisha ra. Nuk bjen njëri nga bim kur ka sabër, vëzër. Nuk bjen njëri nga bim kur ka sabër. Andaj Allahu xhelalu e ka kërku shumë prej pejgamberit alayhis salam, që të bën sabër. Bën sabër kanë. Wastabir. Shpesh do të vinë shprehje të ndryshme. Bën sabër. Stabir, lidhe veten me sabër. Forma të ndryshme të kalitjes për sabër. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje, thotë wa qiwamu amriha, thotë dhe nuk mbahet në kam e ruajtur çështja e insanit deri t'i ruhet mirë sabri. Pra pa pas sabër s'ka mundësi me jetu e jetën ashtu siç duhet. Tani vëzër, ta shohim deri tash e patëm një parahyrje që ta kuptojmë se jeta pa sabër nuk bëhet. Jeta pa sabër vëzër është e rrezikshme. Jeta pa sabër vëzër be pasoja të këqija. Njerëzit korritën për pasabër. Njerëzit çnderohen mbi pasabrit. Njeriu lakmia, thonë njerëzit, njerën e mit lakmia, thot kajza. Ktheja ka qetron, hekja kajzën, a kajza me shka muhet? Sabër. Sabër do sa jotja, nuk takon ti. U kri muhabeti. Andaj sabri vëzër shtylla e jetës. Sabri është shtylla e jetës. Sabri është vendkalimi çdo krize. Kur ta shif çdo krizë, veç hin te shtreu te sabri, prit çati. Prit pak, të kalon. Apo, andaj ta shohim tash çka o sabri. Çka quajnë në arab sabër? Çka quajnë në Kur'ani sabër? Fjala sabër vëzër, sikur që ka ardhur në librin e njohur të fjalorëve të gjuhës arabe me Qais al-Lugha, edhe në Tajul Arus, landa e fjalive me sa, be edhe ra. Fjala sa, be edhe ra. Në çdo fjali apo fjalë të arabëve, lloji i germave që formulohet me ta fjala argumenton për diçka e cila i jep mëna fjalës. Fjala sad, se ka në gjuhën arabe sin edhe sad. Sin jo i but, sad jo i trash. Për shembull, kujt ju kujtohet, në tefsir e kemi shpjeguar. Fjala ihdina as-sirata al-mustaqim. O Allah na udhëzon në rrugën e drejtë. Na e përkthejna rrugë. E tash për shembull në gjuhën shqipe ka disa kuptime, po fjala më e saktë për fjalën sabër është durim. Durim. Me durue apo me prit. Po fjala durim është me ose me frenue. Mirë, po në gjuhën arabe është fjala sabër. Do ta shohim çka i bie. Por shembull fjala sirat. Ana thënë Allah na udhëzo në rrugën e drejtë. Ama në gjuhën arabe çish ka ardhur sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim. Ç'ta kuptosh çka është sirat? E kemi shpjeguar te Fatihaja. Çka është sirati? Nuk i thojnë arabët sirat një diçkaje, veç kuro e vetëmja rrugë. Ja e ki qartë. Pse i thojnë ditën e gjykimit ura e siratit? Pse i thojnë ura e siratit? Se s'ka kërka me hinë gjenet veçanera. Pa e kalu urën e siratit, s'ka. Në dunja ka shumë rrugë, ama sirati janë veç i Allahit, Islami. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Çka? Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka vizatu disa prej rrugëve, edhe ka bën i vin midis. Edhe ka bën rrugica, ka thonë çto janë këto rrugë. Sirati atë kjo, e vetmja. Nuk i thuhet te arab sirat veç ku ta nja. Kur nxjerrë veç që kjo rrugë çka kujt do dash me dal ti, çasa i thonë sirat. Andaj ditën e Kiametit ka një urë e cila quhet rruga e siratit, e cila është më e hollë se briski. Allah na mëson me kaluja Rabbul Alamin. Tani ta shohim çka është sabër. Saja o shkronja trash, raja gjithashtu. Është për shkronjave tingëlluse. Edhe beja. Sa be ra. Sa be ra. Andaj kush ka mësuar të xhvit e di, se kur të mësojsh të xhvit, sigurisht sidomos jo arabët kur mësojmë na, kur të mësojmë gjuhën e Kuranit, çka e bana, për shembull na e kena sën, e cila është sini, ama te arabët është sadi. Dhe kjo dallon sad edhe sin. Pastaj jo beja, kur bashk ngjitën këto bashk buzët, be. Edhe raja është kur ti komplet e zë gjuhën. Këtë këto vëzë kur i formulon çdo tri shkronja, çfarë thonë dietar, ka një vështirësi, si vet llafi. Sabër. Andaj është një lloj ilaçi i cili quhet në gjuhën arabe, sabir.
I hith, të na i thënë pilim. Arabi thënë sabir. Si të pish piqitia, shumë i hith. Fjala sabër është e marrë prej hapsit edhe men'it. Kur dishka nalët edhe pengohet mës me kalu një këndej ose një andej, kur ta vendosh qëtu me një ven, i thojnë sabër. Për shembull, burgut arabt i thojnë haps. Haps. Edhe kur diçka nalët me një ven, as andej, as kënesën kalon, së thojnë haps. E të na i thojnë hapsane, apo? Hapsane, hapsit, thojnë burgut. Thot autori i Maqayis al-Lugha, thot fa huwa habsu an-nafsi 'anil jaza'. Sabri është pengimi, pra vendosja e nefsit në haps, në ndalim, pik as andej as këndej, thot për ta penguar shpirtin nga çfarë? Nga të shkyrë jaza'. Çka është jaza'? Jaza' na i thëna padurim. Mirë, po në gjuhën arabe çfarë kuptohet? Kur njeriu për shembull e ka një vujtje edhe shpërthen. Ky shpërthim, ai thoni kundërta e sabrit. Kur ka sabër nuk shpërthen, e mban veten. Thot wal lisana 'an at-tashakki. Dhe sabri është pengimi i gjuhës mos tankohet. Pak para se me vdek Imam Ahmedi rahimahullah, ka nis me rënkue. Dhe një nxans e ka nije se ka transmetime, i ka thonë o imam, ka transmetime se Zoti nuk e do rënkimin. E ka përtip zonin, se do Zoti të rënkimin, s'po rënkoj hiç. Thot autori wal jawarihu an latmil khudud. Thot dhe sabri është me i pengu gjymtyrt e trupit, mës me i mshue faqeve. Që njeri ka një musibet, e nisë të mshu faqeve, ban sken, apo? Kjo është mungese e sabrit. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dy gjëra kjo umet nuk i le, ato janë kufër. Cila është ajo vëllazër? Cila njëra prej tyre? Vajtimi. Ne vajtu insani. Kur njeri vajton vëllazër, hakikati i vajtimit çka? S'mërthaj vajtimin. Dëbeti një musibet, edhe ti vajton. Çiki vajtimi çka i bje? Jetu anë kupi që asoj shka ta ka bo Zoti. Andaj janë kufër. Pse o kufër? Se ti, qka i të thonë? Ti e të thonë, o Zot, që kjo su dash me ndodhi, andaj po ankona piksoj qka ndodhi. Andaj, shiko dhe dhe. Pengimi i gjymtyrve trupit nga goditja e trupit, vë shëkki thijab dhe mos migris të eshat dhe të njajshme. Që kjo vëzër në disa për komenteve të gjuhtarëve ka ardhë se është sabri. Gjithashtu disa për gjuhtarëve kanë thanë, sabri është pengimi i nefsit dhe i vetvetes që mos të del nga qëllimi i insanit, nga ajo që aj e donë prej epsheve të veta dhe rahatijës. Për shumë njeri ju e ka epshin e vetë dhe të kanë më në vetë, edhe tash do me menagju, apo? E shtyp sabrin që mos të anoje ka dembelia apo ka epshi i vetë. Disa pritjetarëve kanë thënë, baza e fjalës është e shiddetu wal quwwa. Fjala sabra, forcë dhe ashpërsi. Andaj i thojnë ilaçit, njëra prej ilaçeve të hidhura tek arabët, i thojnë sabir. E hidhur, që ne themi pelim. Thot Asma'iu, thot idha laqiya ar-rajulu shiddata bi kamaliha qila laqiya bi asfariha. Shikoj Asma'iu, që ka qenë dietar i gjuhës, ka thonë Arabi, çka na hinu dhe shtu Arabi? Pse na hinu dhe? Shpesh njerëzit nuk më kuptojnë këtë vëzër. Se ka dallim mes mësimit gjuhës arabe dhe arabizmit. Gjuha arabe vëzër është gjuhë e fejes, gjuhë e Kuranit. Nësë mënë pa gjuhën arabe me kuptu fejen. A më në shqipin atë full, në shqip flasë. Në po mundohme pikë saj gjuhë me e pru në gjuhën tonë, që ta kuptojmë, se në shqiptar, musliman. Ne më në intereson. Po pëse në më të intereson gjuhën arabe, për shkak se feja jo ka zbit arabisht. Islami ka zbit arabisht. Apo, andaj, shiko, Esmail thot, Arabt, pse Arabt? A ti nuk ka zbrit. Ma e ku kupton. Thot, Arabi, kur e mrin majën e një sprove,
dhe e përjeton ata, i thojnë e ka kalu sprovën me sabrin e vet, bi asbariha, pra komplet me idhësia që i ka, e ka kaplue. Disa prej dietarëve kanë thënë, fjala sabër është e marrë minel gjem'i vë dëm, prej të mledhmës dhe të bimit. Pra, vinir edhe njerë. Kuptimi i parë është haps, frenim, mbyllët që të nale. E dyta kuvet, e ka përcen sprovën me sabër. E treta kanë thënë, kur e mbledh, çka mbledh? Kanë thënë, kur ta mbledh insani vetën e vet, dhe nuk e shtrin në atë çka dëshiron, që sa i thënë sabara. O për shembull njeriu vëllazër me lakminë e vet mrin, për shembull, jo rastisht Ibn Qayyim el-Juzeyri ka një kapitull të vim të sabri, se për shembull gjëja e parë thot, me të cilën takohet lakmia, onsini. Sa njeri për shembull thot, e kam pa një kerbe, mos ta kishe pa, më mirë o konë vëllai. Pse a konë më mirë mos ta kishe pa? Se ajo e pa me tash ka hin zemra ka hin tru, çarkullon i çon selam zemrës. E mirë ishte. Tash hi sikleti tjetër, çish mi bë parat. E sheh njëri për shembull një vajzë, i pëlqen, ja hu busullën. Apo don, ti i volaj sa ti, ku i olla, ktheu. Për çfarë arsye? Se ka lakmu sini. Jo rastisht thot Allahu xhella xhelal në Kur'an, thuaj besimtarëll ti ulin shikimet. Sot njerëzit vëllezër ankohen, thos s'jam i kënaqur me familjen time, s'jam i kënaqur me gruan time, s'jam i kënaqur me nusën time. Për çfarë arsye vëllezër? Të çka? Sini. Hajt ka dhëmë ti mua. Mos me pas asnjë gruaj në dunjë veç çajo. Thu, është misi i ketë, top 1. Pse? Se s'ka tjetër. Allahu që ka kërku pi besimtarit, bane veç një ata. Veç një. Kullil mu'minine, thuaj besimtarve, le ti uli shikimet. Ule shikimin e shef se problemi akon të sinis, akon të nusja. Apo, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos i këshirni ato që kanë më shumë se ju, sepse keni më nënçmuar shtëpitë e juve. Shkon njëri do në shtëpi të mirë, kur të vjen te shtëpia vet, thot la ilaha illallah. Si në xhenam i duket. La ilaha illallah, ku a e pa vetë ataj. Po kush tave vëlla me lakmu, apo thon. Nëse të rastis jo pi çefit me pa shtëpia të mira, shko me njerë vizitoj një matë dopcetanën, që mos të nënshmojsh begatin e Zotit e Bareke ve Teala. Apo, o vëzër, a disa njerëz kanë shtëpia të mira, po mrena ati, ja e ka një njeri të paralizum, ja e ka një njeri me kancer, ja e ka një njeri shumë të smut, s'ka njeri pas prova. Allahu ja shumëzon belajën me parët që ka i ka. Sa pari i kim bon? 500.000 euro. Herë 500.000 kime vujtë. Andaj thuj elhamdulillah, sa i ki rogën të 200. Ba dhe pas këlla, 200 vujtja. Pse pi pas 500.000? Apo, për këtë arsye o lezër, a tham, s'ka mundësi begatit pas mu shëshru e me vujtje. Apo, s'ka mundësi, shiko, insani për me arë në dunja që të vujtje ka. Përmendëm, prejmë pelenderin vërë. Vujtje. Dhe duhet dhe sa më shumë të bëjmë sabër, që mos të kalojmë në gjendje kaotike. Andaj ka në disa pritjetarve është mbledhja e nefsit. Ti e mbledh vetën tane për mos me bë atë çka nuk duhet. Çka është tani vëzër sabri në aspektin e sheriatik? Çka ka thonë Allahu xhelel xhelal? Kjo është gjësor. Çka është sheriatik? Në aspektin sheriatik vëzër, krejt kuptimet e sabrit gjësor mbledhen sheriat. E para, haps, nalu. Nalu. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për besimtarin? E dunia sijnul mu'min. Dunjaja sijn, hapsi besimtarit. Pse? Se ti e ki që ti thu, jo, s'm lejohet. Haram. Që ti është? Haram. Ai shka Hamburg, i ti thu, që jashtë janë të jetu njës, po për të mune Hamburgam. Edhe besimtari, në këto me ana, ti thu, që e ma ko e kije, a ki pa, ata të prishurit, që thurri, që e ma ko e kije mere, apo, që e ma të nderin, gjege, se, a ki pa thon, e merë që tërkush. E pasaj Allahu subhanahu wa taala i bani bret, se nuk ha dikush paret ndalume, vetë sa Allahu subhanahu wa taala e ban me vjell, e ku ta vjell e thon njerëzit, që pas ke ongur shumë ti, s'ka mundësi mos me vjell, o vlezër. Nuk ka mundësi mos me vjell. Pse? S'është haram. S'ka mundësi. Allahu gjaj ka kërsnue njerëzit që e hajnë parën e jetimit.
Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ata që ka i hajnë pajrët e jetimit janë të hangër zarë në barkin e vetë. Çka thu për një njeri që i hakit parët e komunës që të cilat janë ati sa jetima janë? Djersën e njerëzve e ha. Djersën e njerëzve e ha. S'ka mund si Zoti pa e lanë që me vjellë ata. Vjellë. Ama Zoti ka metodat e vetë që na ngutmi. Allahu jo sabërli, durimtar. Duran Allahu subhanahu wa ta'ala. Andë në gjuhën arabe dhe zër, krejt kuptimet e sabrit janë në shariat. E para, hapsi. E dyta, kuveti. Sabërlia i fort. Apo, a keni pa vëzër njerëzit kur e morin një lajm tran, sabërlia mahat. A i dopti, a livanosit. Për këtë arsye vëzër, thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, e kanë menu njerëzit më të fortë Omer ibn Khattabin. E kanë menu. Se njerëzit në njëherë sabrin e komentojnë me vrull. Vrulli nuk ka, vrulli është prazje. A sabri o mbledhje. Gjema, o dëm. E kanë mendu njerëzit Omerin më të fort, ama Ebu Bekri akon më i fort se ai. Se Omeri ka pas pak ma vrull, Ebu Bekri akon më i heshtur. Ama kur ka ndru jetë Muhammed a.s. ka dalë sabrin shesh. Ebu Bekri e ka mbledh vetën, Omerit i kanë këput komt. Komt e kanë shlu. Kur i kanë thanë, ma të Rasulullah, ka vdek i dërguar i Allah a.s. Komt e kanë shlu. Ebu Bekri ti s'ka livrit. Bile ka ip nal. A dhe ka thonë, ojo njerës, Muhammed e Sam ka ndru jetë. Kush e ka dhru Allahu, le të vazhdoj me adhruhe. Kush e ka dhru Muhammed e Sam, Muhammed i ka vdek. Apo atë sabër ka pas sabër mi thonë Omerit të shuj se si du dit me folë mo. Se i ka thonë s'ka vdek. I ka thonë jo ka vdek. Edhe të tjertë njerës i ka qëtësue. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, sabri nuk ka në trup, sabri në zemër. Ebu Bekri pantolonët vëzër, pantolonës i kanë ra me gjithë se i ka lidhë me rrip. A më në që para më në vëzër. Kër ka folë për nga mbela a.s. se nuk banë petkën me e shluet gjatë, se e kanë shlu arab për me një madhësi. Kër e ka po Ebu Bekri, ka një herë i ka po, i ka ra. Ka shkute për nga mbela a.s. Ka thënë ja Rasulullah, pantolonën ka një herë pëmbin në rëzok. Ka thënë o Bekri ratë se ti të bin pizaj flëkit. Pishkajt? Pizaj flëkit. A na sot o lezër, Allah i na falë, ja Rabbel Alemin. Allah i na falë. Qysh kena me dalë para Zotit me këto barqet mdoja. Allah me na pyjtë ja, për shka kini jetu e? Për me ankur me pija. Andaj ka thënë Alehi Salat e Selam, zbët kiametit deri sa të shfaqet barku. Deri sa të shfaqet barku. Që Allah Zotit në arum për të qijave. Gjithashtu lezër, ka nërë shumë prej definicioneve të cilat i kanë përmendjetarët në definicionet e tëre se qka është sabri, për nuk e dija kini sabër me ngue. Dhe do vazhdojna disa prej tërë të përmend, disa prej tërë të dishtina me lejnë Allahu të barek e vëtjala. E para prej tërë vëzër që ka përmend djetarët është se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmend sabrin edhe në kontekstin e shijes së hidhur. Në kontekstin e shijes së hidhur. Thëtë Allahu të barek e vëtjala në Kur'an, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Në surën e Insan, ajetit 12, thëtë Allahu të barek e vëtjala, dhe shpërblim për sabrin e shijuar, hidhësien e këti sabri, do t'ju japmi gjennet dhe mëndafsh. Zoti matë të barek e vëtjale. Djetarët në koment çfarë kanë thënë? Ka thënë, për shkak se sabri ka ngushtim dhe vrazhdësi, për nefsin e sabërlijës e ka zavendësu kompenzim Allahu subhanahu wa ta'ala sabërlijës me gjennet. Prej qëfar? Prej freskis dhe gjersis, bedel, zavendësim, kompenzim për ngushtimin e sabri që e ka pas dunja. Pra kur t'inje gjennetlija në gjennet, Allah në bof nasib, Allahu qëri thot, wa jazahum bima sabaru. A banat sabër po, që mërë, që përblimin. Mirë për qëfar i ka thonë? Gjenneten vë harira. Gjenneten vë harira. Gjërsi e gjennetit, pra e ke ngushtu vetë në dunja, e ke ngushtu, që e ku e kishtë gjanë, shpërblimin e kinë në gjanë. Pse ka përmen harir? Ka ndonë djetarë në komend, ka thonë, dhe për shkak se gjendja e sabërlijës është sikur, e keni po te isha e vrasht më ndafshi. Pse e ka ndalu e pejgamberi alayhi salatu wassalam më ndafshin burrave? Pse e ka ndalu? Se vjen kundërshtim me sabrin.
Ja u ka pa Imam Ahmedi, Omer Khattabi, falni, për dhe Imam Ahmedi ka po të njëjtën, e ka pa Omer Khattabi disa njerëzve durt shumë të njoma. Njoma, që thënë ana milime pumat. Njoma, ka thënë, pse kështu dur ju bura? Pse kështu dur? Duhet dur, dora mu pa, dore lëth, dore punëtori. Ka thënë, i sheushinu, vrashësoni pa këto dur, lodhe pa këtë dorë. Andaj Muhamedi a.s. ka thënë, ari dhe mëndafshi haram për burat e umetit tem. Se ti anes të morë të abjat gruje më sanera. Apo? Me mëndafsh. Këtë limusht, këtë limume. E me altan, apo? Buri madh, e na zingjiri me altan. Apo? Ba ma një foto. Ne udhë billahi l'adhim. Qëfar? Ku e koki burë? Hajde ka të ku a burënija qëto? E ka mush gishtat me? Për nga mesëm ka mojtë unaz, apo? Ka mojtë një unaz. E ka mojtë në unaz të argjendit dhe ka pasë të shuar Muhammedur Rasulullah dhe ka përdur bërvull. I ka vulloz dekretet e veta, i ka vulloz shkrimet e veta, alayhi salatu vesselam. Ama e ka ndalu arin, pse? Arja për gruje, aja për zinet, aja për zinet, aja për mu zbukuruti, si për mu zbukuruti, për mu punu, për mu lodh, për me boj ibadet. Për këtë arsye vëllezër besimtarit me ditë se çka i takon burrit, çka i takon grujës. A këto pallavrat e liberalizmit janë këtë gjëra tjera, që barazia, këto pallavra vëllezër. Të zbahet një. Meryemi alayhi salatu wassalam o ka gruaja ndër gratë më të mira të botës. Atë moment që Zoti ka thënë, "Ki me kanë shtatzane me Isai'n alayhi salatu wassalam." Çka ka thënë? Çka ka thënë? Ja lejteni mitu qabla dhalik. O e mjera unë të kisha vdek. Dhe kjo është argumenti e ulemave të sunetit se grasë mund më bë pejgamberi. Se më sprovën e parë, thotë, të kisha vdek, ka dalë sabër. Pejgamberi sa më gjithë të sprova i kanë ardhur, vazhdo. Ka ardhi sahabi, ka thënë ja Rasulullah, lutë Allah se shumë sprova, lutë Allah të na ndihmoje. Ka thënë sabër se kjo fe ka me ecë. Ne e dimë se Islami ka me ecë. Wallahi këtë kurthët që ka bën kundër Islamit, ta dini besim në Allahun, këtë kanë më dështuar, kanë më tret. Kjo nuk o gojla jonë, gojla ema Islami janë, jo Islami. Dalloni këtë gjërat. Ti dush më mërzit për Islamin tanë, a Islamin ka me rujtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Me metë për ti e Kurani shkon huq, ama Allahu që ka rujtë. Ne kemi zbitë Kurani, ne e rujna. Për këtë asyju dhe zërë Allahu gjelua i jep mëndafsh banorëve të gjenetit. Pse? Ska nevoj ma gjë për sabër. E vesh edhe buri atje, vesh mëndafsh. Pse vesh mëndafsh dhe zërë? Se jetën e ka jetu të vrasht në këtë dunja prej burave. Kjo nuk vlen për gra. Gjithashtu dhe zërë Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi sallam në surën Al-Kahf, e cila ka zbrit në Mekke pejgamberit alayhi salatu wassalam, ajeti 28 Allahu te bareke ve teala, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Thot Allahu subhanahu wa taala, wasbir nafsak, nale vetën tane, me ata të cilët e lutin Zotin e tyre në mëngjes e në mbrëmje. Pra rri me besimtarët, sepse shpesh ka ndodh njerëzit të mëdhoj kanë ardhur te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe kanë thënë, a muj me fol pak me ty Muhammed alayhi salatu wassalam. Edhe mos vjen Bilali, këto mos vin. Dhe ka provu një herë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka provu, a mundesh veç pak me nejtona sa unë ta krijoj do punë? Allah ka thënë, "Wasbir, rri me besimtar." Ai që i bën sejdë Allahut, ai që e do Allahin, ai që e fol namazin, ai që e agjeron Ramazanin, ai që e bën haxhin, ai që i rut harame. O vëzër, ai nuk vën në peshore të Allahu subhanahu wa taala e të besimtarët. Du të më kanë çështë me 100 intelektual tjerë, me 1000 intelektual tjerë që si bin sejdë Allahu xhelal xhelalu. Sa e robi Zotit, aja robi Zotit. Wasbir nafsaka. Ebu Gjeli ka thënë, hekma Bilalin, bojna muhabet. Qysh me tajk Bilalin? Besimtarën Allahu subhanahu wa taala. Nuk mundë me tajk. Allah i ka thënë, Allahu subhanahu wa taala, bën sabër me këta njerëz. Se këta janë. Ku është sot Ebu Gjehli? Ku është Umeja? Këtë kanë shkuar në historinë e mallkimit. Allahu mos ta mall kofta ya rabbul alamin. Gjithashtu dhe zër, e kundërta e sabrit që ka ardhur në Kur'an, cila është jaza. Vale, sabara, jaza, jim, zej, ain. Jaza, çka është? Jaza është likshtim. Kur ti tretësh, zgjidhësh një, sën marr, apo? Keni pa përgjim rruzat. Ja o hek, shka për derdhen, s'janë të lidhë, tha.
Allahu gja në surën Ibrahim, ajetin 21, e përshkruan gjendjen e xhenemlive në xhenem. Zoti na rujt. E do dhimbna pastaj se sabri në dunja ka mana, sabri në ahiret ka mana. Kjo shumë e keq është. A e din? Përcjellë me Kur'an ose dëgjoj ajetin. Thot Allahu subhanahu wa taala në gjuhën e atyre: Sawa'un alejna ajza'na am sabarna ma lana min mahis. Kur ti një banor i xhenemit në xhenem, kjo vlen për qafirin, Zoti na ruaj. Edhe thon qafirat, sot në këtë vend ajza'na am sabarna, ana shloj sabri, a banëm sabër, nisoja. Nisoja. Sepse do të dhimë na sabri është frenim i nefsit, shtes, për një qëllim. Për një qëllim. Ti thu, sabër stash, e merr ma vonë. Prit pak, e merr ma vonë. Është një lloj pritje për një diçka që ka vjen. Para më në xhenem, Zoti na ruaj. Qafirave Zoti xhelel thot, ha? Ju çatis dilni kur. Edhe shtash para mënoj dy veta, aty mrena, njani thot jetë, ani ban sabër. Ban sabër, s'ban sabër. Ban sabër. A e kupton dhe çfarë gjendja? A e kuptove vujtjen? Njëri vëzër, po nuk u shtrehun iman dhe në sabër, për të bë sabër, atje ka më konë shumë zor. Andaj shpeshar plot pit parve të muslimanëve kur i kanë vetë, kur pe merr këtë takat dhe këtë energji që me i bo ball këtij adhurimit të madh e kësaj rezistencë ndaj dunjajës. Çish janë përgjigjet vëllezër? Si Said ibn Jubairi, Malik ibn Dinari, Ibrahim ibn Adhemi, dietar të mëdhej. Çfarë kanë thënë? Ka thonë kur pe kujtoj vaktin në ahiret, me këtë vakt kur gjatë më duket. Njëri adhuron 30 vjet Zotin xhelel xhelalu, 30 vjet, merja këtë, hekja fëmijën, hekja nevojtorën, hekja të fletmën, hekja këtë çeva, kur ibadet çka jetë, sa tjetë ibadet? Çto sahat çka i bën ti ibadet? Apo mi krahasu ti me xhenem. Ku kurçish nuk krahason ato vëllazër. Apo kurçish nuk krahason. Njerëzit luajnë me këtë punë, sepse nuk janë vetëdijshëm. A me kanë vetëdijshëm nuk bën ashtu. Thot Allahu subhanahu wa taala, ma lana min mahisin, kanë thënë na bëm sabër apo s'bëm sabër. Pra, u likshtum apo u forcum, nisoja se s'ka dalje prej xhenemit. Andaj sabri është çfarë? Sabri është frenimi i vetës në gjërat të cilat janë të mundimshme. Andaj kanë thënë disa predjetare, huwal imsaku min dhiq, është frenim prej ngushtimit, është frenim prej apo në ngushtim. Ka thënë Imam Tabariu, njëri prej dietarëve të mëdhej të mufesirave, ka thënë as-sabru man'u an-nafsi mahabbaha wa kaffuha an hawaha. Sabri, ka thënë Imam Tabariu, është pengimi i nefsit prej gjërave që i do dhe lidhja e nefsit nga epshi i vet. Dhe e përmendëm shembullin që ka sjellë Imam Ebu Hamid El-Ghazali rahimahullahu taala për zinajën, e cila është e kapitull atje i sabrit. Do të vim edhe disa prej fjalëve të Ebu Hamid El-Ghazali se si ka përshkruajtur sabrin, se është mirë ta kuptojmë njëherë ç'është sabri, që ta kuptojsh këtë vlerë të madhe, se pa ta zbahet, pastaj të hipësh getanie të sabrit dhe të vazhdosh lundrimin. Se zbahet pa këtë vëzë, për ndryshe përmbytesh. Ebu Hamid El-Ghazali kur e përshkruan epshin e njerit, e përshkruan si një egërsin. Menoja për shembull një bik të madh, një kafshë të madhe me fuqi të fortë, apo edhe sillet ka oborri. Ja, ka ardhur në borr. Ti dyrti kit mëlloja, ki çels. Ha? Sabri, turimi është kur ti janë në çelsin. Kafsha arrit 300 vjet jashtë kur gjosën ban. Së në himrejnë ajo. Nëse ti thu ta shoh pakve, njësë të thënë, veç ta shoh çelve pak YouTube, a vetë s'bëhet kur gjë me çel pak YouTube, apo qir pak haram, qir pak, ama të ja çel derën biki himrejna. Apo është i krijen. Thot, sa do trup që shti kafsha, qas ma e fështirë bëhet me e pengue. Apo thot, me hi biku mrejna në dhomë. A më në nëzirë? Qështë janë epshet o lezër? Kur e kapin insanin epshet, apo aj, thot deri sa, e buhanë lezër, thot deri sa
ai vazhdon me një copë dëshire me dash me dal për këtë sikletit. Thot, e ka kap bikun për bishti, do me nxerr për jashtë, ama biku e sill njerin. Ha? E kap njëherë njeri, thot, ta provoj epshin. Mësani e kap epshi këta, ky mësani bat ma i vogël se epshi, munohet me hek jashtë, ama bikja më i madh. Bikja më i madh. Provoj një lopë, të këshira ata që ka therin lopa, ka 4-5 veta me nxim militare lidhen, apo? Se i ka 700 kg, ki gjuna i ka 60, ka 70. A dhe zërë, s'ka loj me epshët. S'ka, veç një herë ta sho, ka mund se e pakun me gjenem, kur s'del për ati. Të malkon Rabbul Alemini, të malkon Allahu subhanahu wa ta'ala, të le një herë, 2 herë, hajde 3 herë, 4 herë, 5 herë. Ama kur ta të projsh, Allahu gjela, kur i ka shkatru popujt, qka thot Guran? Ha? Ta gau, e të prun mo, e të prove mo. Pa disa herëm të ta fal, a disa herëm të të mluë, shumë herëm të të mluë. A shta që a të dash me gris perdëna. A kur të griset perdja e Zotit, kur ti mos dven mare pi Allahit, s'dven turp i Zotit, atëherë ma, ti janë gjitë bikut. Edhe njerës thojnë, se be që ki pishkon bikit për mas në bisht, ha, dikush thot pi duket biki i mirë, ama se din që e të dash mu hek pi bikit, pësë në hekët. Të kemi kujdes e lezër, se epshet kanë mundësi me nasil vërdal. Sa njeri për shemull ka ra pre e një dinarit, ka ra pre e një kozinës. I thu, pse ben kozino ki hi, thot, i kom hup 10.000 euro, jam ti mu hup 50.000, ti këtheja të 10.000. Mësane, i investon 70.000 për 70.000 tjera të hup ta. I shkon jetë a kështu. Sa njeri për shemull për një vajz, për një femër, jetë a shkatron. Ftofte, në shije, në dile, atë, qka? Të britat. Ata, ajo thot, unë se di se eksiston ki. Zdu be, zdu. Dhe zër duhet mu ba besimtari sabërli. Sabër. Frenoje vetën tanë, frenoje shpirtin tanë. Allahu gja i kompenzon të gjitha gjërat me mirësinë e tij. Ka thënë Imam Tabariu, sabër është me pengu nefsin nga dëshira e vet dhe me lidh, me lidh çka? Nga teka e saj. Teka. Andaj agjërimi çfarë roli ka? Allah na mëson me Ramazan ya Rabbul Alamin. Pse agjërojmë na vëzhgë? Pse agjërojmë? Ha? Pse agjërojmë? Sabër. Pse shkojmë në haxh? Pse i hek tesha dhe vish ihramin? Sabër. Keve o tavaf, 3 milion vetë, sabër, s'ka dale. Ati shtinaj, Allahu që ka thot, la rafethe, o la fëzuk, as musha, as mushtin. Sabër. Krejt adhurimet në Islam kanë për qëllim me të thirë për sabër dhe me dhonë sabër. Kalitën. Kure ka përmen Allahu namazën në Kur'an, që ka thonë? Ha? Wa inneha le kebiratun illa al khashi'in. Namazë është shumë i ranë, përveç ata të cilët janë khashi'in. Si na ka thirë Zoti me kalue stresin e qësajna, vështirësinë dhe vujtin e qësajna, ista'inu bis sabri was salati. Nimonu me sabër edhe me namaz. Lidhe vetë. Apo ka pa dhe zërë pi muslimanëve, a i din që ka mbo kër ka dalë luft rukët Allahu Gjellë Gjellalu. Edhe aja konë insanë dhe zërë, se na kujtonë se insanë konë edhe aj ka vujt, edhe aj atut. Ka pas pej muslimanëve të parë, sahabëve ka ndohë tabinëve, kër e ka pa ushtri në armikut, ka që konë menja? I ka lidh kamët për kafshën e vetë. E ka lidh kamët me një qetrin. Pse? Mës të hikmi. Ka thë sabër, të të me luftuhe. Ajeti i fundit i surës Ali Imran, që ka thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala? Isbiru wa sabiru wa rabitu wa takullah. Bëni sabër, shtone sabërin, lidh me vetëm. Ma mira me lidh vetën këtu se me të lidh në gjenem. Lidh këtu, merë ajrë, merë oksigen. Wa rabitu, në fund, lidhe ka thonë, lidhe. Në gjithu të lidhe vetën. Wa rabitu wa takullah, dhe tot ju një Allahut, nashta shpotoni. Andaj sabri është pengimi i vetë vetës nga dëshirat e veta, lidhja e nefsit nga dëshirat e veta. Kemi edhe shumë definicione, apo, pra ka më në udasht shumë sabër për me mësu sabrin, e masane inshallah Allah në mundëson edhe këto të mësuara, dhe këto ajete dhe hadithe dhe fjallë ulemave, me ishtrin jetën e kësaj botën, jetën që neve dhe zër po jetojna e që jemi në provim. A e fitojmë gjenetin, a e fitojmë gjenemin. Allah në nasib gjenetin ja Rabbal Alamin. E lusim Zotin e madhë gjele gjela që Allah të na jep sabër.
Na mundson Allahu subhanahu wa taala që të jemi prej atyre të cilët Zoti i Madh te bareke ve teala i shpërblen durimtarët me shpërblime të shumta. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti i Onjël Xhelalu na mundson që të mësojmë nga libri i Allahut, nga suneti Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, nga fjalët dhe mësimet e dietarëve të muslimanëve. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti i Onjël te bareke ve teala na mundson që të ndriçohemi me këtë libër të madh, ta duam këtë libër të madh, ta madhnojna ata, të mësojna prej tij, të udhëzohemi prej tij. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu na jap durim në jetën e kësaj bote, na mundson Allahu që t'i kalojna sprovat e kësaj bote, që ashtu siç është razi Allahu subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.